Kjo është xhamia ku Alban Elezi kryente ritet e islamit së bashku me besimtar të tjerë të fshatit Rakull në Kavaj. 38 vjeçari njihet si besimtar i devotshëm e familjar i rregullt, ndaj arrestimi i tij si rekrutuesi i luftëtarëve që nisën drejt Sirisë, ka shokuar jo vetëm familjarët, por edhe banorët të fshatit. Luftim Elezi i afërmit të akuzuarit tregon se për arrestimin e tij kanë shkuar forca të shumta policie në banesë, prezenca e të cilëve ka terrorizuar familjen e Albanit. Ne Albanin e njohim për një person të rregullt në fshatin tonë. Punon ku ka mundësi gjen punë, punon. Jati merret me bujqësi, me lopë, me tokë, edhe ky vetë ndihmon gjithashtu. Marrëvesh që policia kishte ardhur, e kishte hyrë derën dhe kishte terrorizuar të gjithë familjen, fëmijët e vegjël, ndërkohë që ka edhe 5 fëmijë. Ndodheshin gjithë familjarët në momentin e arrestimit? Në dijenin time di që ndodheshin të gjithë familjarët në shtëpi. Kryetari i komunës Synejsi dhe kryeplaku i fshatit Rakull shprehen se Alban Elezi është një besimtar që frekuentonte rregullisht xhamin, ndërsa janë të habitur për akuzat e ngritura ndaj tij. Komiteti në gjithë komunën është shokuar fatikisht për ky arrestim i bujshëm që është bërë në orët e para të mëngjesit dhe gjithsesi ka ngelur gjithë çuditur për këtë fakt sepse e njihni për person ashtu si unë edhe gjithë tjerët, për person shumë qetë, shumë pa probleme, normalisht shumë fetar. Kjo është normale, që zbaton të gjitha rritet e islamit, falte 5 vakte e shumë gjitha rritet e tjera që normalisht një besimtar i vërtet duhet të bëjë. Për pjesët e tjera se çfarë mund të ketë bërë, normalisht këto janë vetëm organet kompetente të cilat mund të flasin. Çdo ditë e kemi parë duke ikur ke xhamia në Synej këtu, ke xhamia këtu për punë, kemi met shumë shkuar nga kjo ngjarje. Alban Elezi, baba i 5 fëmijëve, jeton së bashku me bashkëshorten dhe prindërit e tij në kushte jo të mira ekonomike. Sipas familjarëve, hera e fundit që Alban Elezi ishte në Itali është 2 vite më parë dhe që prej asaj kohe nuk është larguar më nga vendlindja.